ma fundi numër 36, e qoni isha numër 35, ose nga dhoma numër 1 e vinin deri në katin e dytë. Kështu që kemi përjetuar rroje masive çdo ditë, çdo mëngjes, çdo drek, sa na kanë sjell bok, na kanë sjell edhe rroje. Domethënë gardianët, nuk është që një gardian ka 10 dera dhe 4 tjerë na kanë rroh, pa ata na kanë rroh të gjithë. Kështu që fajtorët, kryesor, edhe nuk ka të pafajshëm në burën e Dubrovës, ata të cilët kanë pasur uniforma, qoftë gardianëve, qoftë të shtrisë, qoftë policisë serbe. Po, me 19-in e kanë patur vështirë t'ju rrahin fillimisht me 19-in në mëngjes, kur kanë krisur bombat edhe tomahovkat. Në mëngjes, na kanë sjell mëngjesin, edhe me duket që na kanë sjell mëngjesin najet, edhe ne jemi konë të hungër mëngjesin, po ne rreshim... A keni qenë zbashku në 19-in? Jo, po në në Dubrovë kemi qenë, Aiti ka qenë pavionin B, na kemi qenë pavionin C. Pavioni B dhe pavioni C, këto janë largë me një tjetër apo? Po janë 100 metra. Po janë ndërtesa ndryshme. Ndërtesa ndryshme. Ka një pavion tjetër ndërmjet. Po. Është qartë. Po. Edhe do fushat sportit i kemi pas në mes, me datën 19 ne kemi qenë drejtore, se lenim drejtorët hapur për me këshyrë lëvizjet qoftë burgosive apo sillin dikon, edhe e kemi dëgju, e kemi pas drejtorët hapur. Ata që kanë pas drejtorët mbyllur, detonimi i madh që ka ndodhur jashtë burgut, jashtë hapësirës të burgut që është gjujt drejtoria e burgut, edhe që është gjujt mdoket ngrotoria e burgut jashtë, detonimi i madh i ka thuj këtë gjomat e objekteve, po flas për objektin C sepse në B nuk e di. Ne kemi pas të hapura drejtorët, që kemi konë të kthyer në fshat, që kemi pas përballë dhe aty u bënin disa luftime, gjunin nganjëherë, me siguri që ka se ishin armet pak më të rralla, ndërsa ishim ushtarë dhe polic që dizin atë fshat, që vjedhin atë fshat, ishim të vjedhë lopë. Ishin nga si në film. Po. Si kemi pas këgjo si ofër kështu. A fshati Rakosh, se duket aty. Po, një fshat. Aty edhe shishim na, edhe ty djeg shtëpia, edhe ty vjedhë, shishim policin, ty vjedhë televizora. Pidhomës tonë me televizor, dhe për shtëpie, ose me lopë, të nishin lopë, edhe gjitha i kishin shti në mrenda burgit, po jo në hapësirë mrenda tonës, po jashtë hapësirëve perimetrit. Edhe me pas është godit pavioni jonë, në mes, mu në mes në burgut i ka 2 pjesë, është godit në mes edhe është godit dhoma numër 31, ku kanë gjithë vdekjen 3 burgosër, edhe në plagos dikun 16 burgosën tjerë. Pra bombat kanë rënë në drejtim të ku kanë qenë gardiantë. Ku kanë qenë gardiantë? Po ajo është në mes kanë qenë gardiantë, edhe burgu është 2 pjesë, pavioni, aty është godit. Po para se mi godit gardiantë, ne nga drejtorët i kemi po gjithë gardiantë të ikë për burgut. Gardiantë tonë kanë ikë, gardiantë e pavioneve B edhe aty në tjerë nuk e di, po tonë i kemi po të ikë. Kur është godit drejtoria e burgut, këta veç kanë ikë nga burgu. Edhe jo nisë për me dollë jashtë burgut, edhe ne veç këshysh më sëzdim që ka më duhet me pas është godit pavioni jonë, edhe ne kemi dorë në drejtore, na që metëm gjallë, kemi kërku ndim, po s'keshim kuj me kërku ndim, sepse si shta s'kush aty për t'ju ndihmuar. Jo, pavionet tjera ishin larg neve, edhe kemi fillu me ato që kemi pas në dhomë, shtratat, i kemi çmontu, edhe i goditshim derën. Derën e burgut e dhomës për me dalë jashtë. Na me shtrat tonin, me ata federat, me kreveta që kanë qenë, dera ishe plasaritne, na kanë imu shumë, po na kemi thuj derën edhe kemi dalë jashtë. Ndërkohë që kanë ardhur të burgosërit e pavioneve tjera, edhe burgosit ordiner, po edhe të burgosit politik me mjete bujësore, edhe me qelsa nuk e di, edhe i kanë qelë 2 orë tjera. Ka qenë në orët e mbrëmjes apo ditën? Jo, ka qenë mëngjesi, dikon ka ora 10, 9, Bombardimet gjatë mëngjesit. Kanë fillu, para se dita e 19-it ka fillu me mëngjesin zakonisht, zgjimi mbasororit në ora 7, edhe mëngjesi kur kemi ongër ka ora 9, se 2 herë në ditë kemi pas ushqimi, neve që mi konë në pavionin B, shkoshim në kuzhinë atje, edhe në ora 13:20 ka ndodhë bombardimi i parë. Do më dhe në ora 1:20 ka ndodhë bombardimi i parë në pavionin C, në pikën e antenës ku është qendra e komandimit e gardianeve. Me aty janë sala
është në gjitë me ta, kanë qenë ma shumë të burgos